Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët përsëri në kuzhinën time. Sot të përgatisim së bashku një recetë që mban erë shtëpie dhe traditë. Është një tavë me kunguj, qumësht dhe vezë. Është nga ato pjatat që unë e dua shumë sepse është e lehtë, përgatitet me shumë pak përbërës dhe ka një shije fantastike. Fillojmë nga puna. Këtu kam 2 kungullesha të vogla, diku tek 1 kilogram janë. I pastrova te kjo pjesa fundore dhe kështu si i kemi i grim në rende. Grim edhe kungullin tjetër. Nëse dëshironi, nëse nuk e doni lëngun e kungullit, atëherë mund t'i shtoni krip dhe ta lini të kulloj lëngu dhe më pas të shtrysni. Por mua më pëlqen kungulli. Në një tas shtojmë 2 vezë, një lugë të çajit me krip, i grim piper të zi të freskët, do t'i gri arë muskat. Në të gjitha gatimet me qumësht, unë e përdor arën muskat. Sigurisht nëse nuk e keni, mund mos ta grini. I shtuam diku te 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri dhe i bëjmë një përzierje të mirë. Më pas, vazhdojmë të shtojmë 4 deri në 5 lugë të gjellës me miell. Vazhdojmë ta përzijmë që mielli mos të kokrizohet. Shtojmë edhe një filxhan të çajit me qumësht. Mund ta përgatisni edhe me kos këtë recetë. Me kos kremoz në vend të qumshtit. Si e shikoni, është bërë një masë kremoze. Në fund fare, unë i shtova djathë të bardhë, diku tek 100 gram me djathë, por mund t'i shtoni në vend të djathit edhe gjizë, i shkon kësaj recete. I bëm përzierjen, salca tashmë është gati. Si u thash edhe më parë, mund t'a kulloni lëngun e kungujve, por unë nuk do t'a kulloj pasi më pëlqen. I bashkojmë mirë, duke krijuar një masë homogjene. Si e pat, kjo tavë është shumë e thjeshtë për t'u bërë. Do e pjek në një tavë balte, i shtojmë pak vaj ulliri poshtë, më pas masën e përgatitur. Për të thithur ato lëngjet e kungullit, unë do t'i shtoj pak bukë të bluar, ose galet, peksi i madh i njetë ndryshe. Ka shumë emra buka e bluar. I shtojmë edhe djathë kashkavall për t'i dhënë atë koren e bukur dhe shijen e mirë dhe direkt në furrë sa të jetë gati, diku te 15-20 minuta, pothuajse është gati. I shtova edhe pak vaj ulliri dhe ja ku e kemi gati, është e thjeshtë, por rezultati është vërtet mbres lënës. Unë sot zgjodha ta shoqëroj me disa krapule të pjekur dhe një sallatë të freskët. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like dhe të regjistroheni në kanal për më shumë receta të tjera tradicionale dhe nostalgjike. Provoni ta bëni dhe ju në shtëpitë tuaja dhe më tregoni në komente se si ju doli. Kjo ishte edhe receta ime për sot, me dashuri nga kuzhina ime.